Përshëndetje shikues dhe dashamirë të sigurisë rrugore. Për shumë vite pas luftës, pas realizimit të dhjetra debateve televizive, intervistave, konferencave, shkrimeve autorialeve, postimeve në rrjetet sociale, pas qindra emisioneve të realizuar me tema të ndryshme që lidhen me aktualitetin dhe sigurinë e lëvizjes në rrugë, kësaj radhe kemi vendosur një format të ri të shoqërimit tonë, krejt kjo me qëllim të promovimit të sigurisë së lëvizjes në rrugë. Kemi vendosur që të vim tek ju me serinë e podcasteve intervistuese televizive. Podcastet, apo në anglisht sikur se quhen podcast, janë shpikur para 20 viteve dhe kanë ardhur si bashkëpunim i iPodit dhe broadcastit, krejt me qëllimin më të mirë që këto formate digjitale të ruhen dhe shikuesit të mund të përcjellin këto në kohën kur ata kanë kohë të shikojnë apo të lexojnë. Qëllimi ishte që mos ju ikin sikurse lajmet tradicionale që ndodhin në fundshekullin e kaluar. Pas shkëllimit me miqët e mi gazetar profesionist, kolegët profesor, ekspertët e fushës, ne kemi ardhur në përfundim për nevojën e një formati të tillë të emisioneve. Secili prej këtyre kolegëve më përkrahu dhe më mbushi vullnet dhe motiv për të filluar këtë rrugtim të përbashkët me projektin e podcasteve. Dhe jam në fund, kemi arritur që të fillojmë me minutat e para të podcastit televiziv, të cilin e emërtuam Siguria në rrugë. Kësaj radhe, dashamirë të sigurisë rrugore të ftuar në këtë podcast e kam drejtorin e divizionit të trafikut rrugor nën kolonelin Jeton Rexhepi. Me Jetonin kemi qenë edhe kolegë në ciklin e dytë të studimeve në inxhinierin e trafikut dhe transportit, andaj ky bashkëbisedim i yni do të mund të bëj edhe një analizë sa i përket sigurisë së gjithëmbashme në rrugët e vendit tonë. Koloneli nderuar, mirë se ke ardhur dhe të falenderoj për bashkëpunimin profesional edhe institucional në mes nesh, sidomos në 10 vjetrin e fundit. Ndërsa sa për fillim do t'ju lutesha për një vlerësim të gjithëmbashëm të sigurisë rrugore në vendin tonë. Faleminderit shumë. Ashtu që është edhe cek edhe nga ona juaj në këtë pjesën hyrëse, mund të them që dhe Policia e Kosovës, sidomos me njësitë e trafikut, ka qenë të quajmë prezente dhe bashkëpunuese në shumë projekte të përbashkëta të cilat do të kanë ndikuar tek siguria në trafikun rrugor dhe tek përmirësimi i sjelljeve qoftë shoferëve apo dhe pjesëmarrësve të tjerë në trafik në zyrtësi të këmbësorëve apo biciklistëve apo motociklistëve. Qoftë se referohemi gjendjes së sigurisë në trafikun rrugor, do thotë ta quajmë komplet ndoshta periudhën të cilën ne i posedojmë dhonat e trafikut. Flasëm për një periudhë të vitit të 10 vjeçare në ato që ju mendoni, ose ishte pyetja. Mund të them që ka një përmirësim sidomos tek aksidentet me fatalitet, që është objektiv do thotë i përbashkët, do thotë që të kemi sa më pak persona që humbin jetën në trafik. Për vitin 2024, nëse krahasojmë me vitin 2023, mund të them se të gjitha llojet e aksidenteve kanë shënuar rënje, që nuk kupton do thotë kemi pas me pak aksidente me fatalitet, me pak persona të vdekur në ato aksidente, po ashtu ke pas do thotë aksidente me lëndime me pak dhe persona të lënduar, aksidente me dëm dhe në përgjithësi, ndërsa aktivitetet e policisë, këtë rast qoftë të projekteve disuese, fushatave, por edhe masave të cilat Policia e Kosovës i merr ndaj kundër vajzave në trafik, do thotë kanë qenë në rritje krahasim do thotë me periudhat e ndryshme. Kjo gjendje do thotë neve nuk na ka lejuar do thotë që të kemi një luks ta quajmë, mirë, po ne kemi vazhduar edhe me planin për vitin do thotë që jemi tani në vitin 2025. Po ashtu me çështjet të cilat kanë bëjë me burimet njerëzore, me çështjet logjistike, me projekte, me bashkëpunim interinstitucional, me bashkëpunim do thotë edhe të mekanizmat tonë që kemi ndërkombëtar, po ashtu edhe pjesëmarrës që jemi në shumë takime të përbashkëta ose projekte të përbashkëta shumë vendore dhe ndërkombëtare, ku ne edhe marrim pjesë në jetën ku edhe raportojmë, por edhe i shkëmbejmë përvojat të cilat kanë bëjnë me sigurinë rrugore, me projektet ose me ndryshimet qoftë të infrastrukturës rrugore apo infrastrukturës ligjore. Tash vetë ju lindë pyetja se ku është Kosova në raport me shtetet e rajonit, sa është e krahasueshme siguria rrugore e Kosovës në raport me shtetet fqinje? Është fat do thotë që institucionet e Kosovës janë pjesë e shumë mekanizmave, do të ndërkombëtar ku raportojmë për gjendjen e sigurisë trafikut rrugor dhe në njëjtën kohë jemi
pjesë e implementimit dhe të aktiviteteve të përbashkëta, do thotë që kanë edhe policitë do thotë evropiane, që është rrjeti do thotë i policisë rrugore, që ne do thotë edhe jemi pjesë e takime, po në njëjtën kohë planet të cilat janë vjetore ne i zbatojmë të quajmë të mënyrë unike të përbashkëta në kohën dhe datat të cilat janë të përcaktuara. Po ashtu Kosova apo institucionet e tona janë pjesëmarrëse në komunitetin e transportit që marrin pjesë do thotë edhe Ministria përkase, Ministria e Mjedisit, Planifikimit hapësinor dhe do thotë infrastrukturës, por edhe ne si Policia e Kosovës. Qoftë se referohemi do të dhënat të cilat janë raportuar dhe janë publikuar në faqet e tyre, qoftë për Ballkanin Perëndimor, do të shtetet e rajonit, por edhe me shtetet e Bashkimit Evropian, tek aksidentet me fatalitet, sidomos po flasim për vitin 2023, raporti veç është publikuar, për vitin 2024 do thotë i kemë dërguar dhënat si Kosovë dhe po presim që këtë muaj është takimi i radhës, do thotë e Ballkanit i transport komunitetit, ku marrin pjesë edhe ne thotë Kosovë me dy institucionet, edhe Ministria dhe Policia, që besoj që drafti i parë do të jetë edhe për vitin 2024, ndërsa sa i përket vitit 2023 është ky raport i publikuar, do thotë në faqet zyrtare, qoftë të Komunitetit Transportit, qoftë të Komisionit Evropian, që është Kosova përfshirë në numrin e aksidenteve me fatalitet. Këtë rast Kosova është kjo, me 5.9 do thotë për 1 milion banor, ndërsa pjesa tjetër do thotë është Shqipëria, është Bosnia normal, është Malizi, është Maqedonia e Veriut dhe është Serbia. Po nëse nën kolonel e krahasojmë me shtetet e Bashkimit Evropian, nëse bëjmë një krahasim më të gjerë, më të madh, patjetër, na edhe në raportin apo në faqen zyrtare të njëjtën, do thotë Kosova krahasohet tash me shtetet e rajonit, shtetet e Ballkanit edhe me shtetet evropiane. Kjo po lidhet na shtohet si pyetje, po lidhet edhe me sigurinë, me qenë se jemi pjesë e këtyre mekanizmave dhe jemi pjesë e takimeve dhe raportimeve. Unë këtë fokusoj me qëllim do thotë që kjo është raporti ku Kosova pasqyrohet në shtetet e Evropës me ngjyrë të kaltër, ndërsa shtetet me ngjyrë të portokallë janë shtetet e Ballkanit Perëndimor. Këtë rast do thotë Kosova është në pjesën ta quajmë mesi i vendeve të sigurta të sigurisë në trafikun rrugor. Jo është që gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor janë më poshtë, por edhe disa shtete do thotë Bashkimit Evropian. Unë edhe në fillim e thash, e përsëris, ne si Policia e Kosovës, në gjestuar gjitha këto dhëna, ne vetëm kemi rrit kapacitetet dhe punën në ofrimin e sigurisë rrugore. Si polici, ne jemi munduar fillimisht do thotë edhe çështjen logjistike, me qenë se do thotë ne kemi disa pajisje të cilat tani janë moderne, dhe Policia e Kosovës përveç pajisjeve të cilat kanë qenë radarët të dorës, tani kemi poshtë radar dorës të cilët e mundsojnë fotografimin, ta quajmë edhe printimin, po ashtu dëshmimin mbi kundërvajtjen, po shumë rëndësishme do thotë që Policia e Kosovës ka një numër të caktuar të pajisjeve do thotë inteligjente, të cilat përmes tyre sigurisht e kanë lehtësuar punën dukshëm për zyrtarët policorë, po në njëjtën kohë edhe është rritur efikasiteti në punë, në rritjen e sigurisë në trafikun rrugor. Ne tani kemi edhe pajisje të tjera të cilat janë radar në lëvizje, do thotë në veturat civile, të cilat edhe përmes tyre do të them ka veprojmë shumë terren dhe në njëjtën kohë efekti i tyre vetë shihet sidomos tek kundërvajtjet të cilat ne konsiderojmë kundërvajtje të rrezikshme. Kemi edhe pajisje të tjera të cilat do thotë kemi në përdorim dhe të cilat ne i publikojmë dhe njoftojmë pjesëmarrësit trafik për rrezikun që janë përmes për shembull dronëve, ju ndeni aktivitetet edhe vitet të kaluara dhe aktivitete janë aktivitete të ndryshme të cilat policia monitoron disa segmente rrugore me dron. Përmes përdorimit të dronëve. Tani me në njësi sidomos në qytet dhe në kryeqytet janë edhe motociklistët ose skuterët të cilët edhe përmes tyre arrin shpejt te identifikimi kundërvajtja dhe në njëjtën kohë edhe reagimin. Ato është njësi të biciklistëve, po flas do thotë që Policia e Kosovës edhe pse këtë gjendje do thotë ne e pasqyrojmë, ndërsa veprimet, planifikimet, objektivet, po ashtu do thotë përkrahjen e menaxhmentit të Policisë së Kosovës, të cilët kanë përkrahur dhe na kanë mbështetur do thotë në në aspektin thashë edhe herë të burimeve njerëzore, të burime të çështjeve logjistike, do thotë që Policia e Kosovës të kryen detyrat, obligimet në ofrimin e sigurisë trafikut rrugor dhe të jemë të vendet ta quajmë më të sigurta nëse flasim për sigurinë e trafikut rrugor, mos krahasohemi me disa shtete të cilat
edhe janë do të shto. Me qenë se unë nga afër kështu e njeh gjitha aktivitetet që zhvillohen me qëllim të përmirësimit të sigurisë rrugore, ju e përmendet edhe çështjen e gjobave apo kundërvajtjeve. Sipas raporteve zyrtare të policisë, rrallë herën bjen me ndëgju që është nër 2000 tiketa brenda 24 orëve. Ndoshta është me interes edhe për publikun me ditë, a ka raste që dënohen edhe pjesëmarrësit tjerë në trafik apo vetëm shoferët dënohen në mesin e këtyre 2000 tiketave ta quaj? Në gjobat e policisë E kanë fjalën për këmbësor për shembull. Patjetër, po mendoj që është edhe kem të qartë edhe çka vepron policia. Thotë kjo nuk kupton që policia e Kosovës mirret me gjitha kundërvajtjet të cilat has në trafik. Këtë rast që flasëm për rrugë nacionale, ku mund të them kem shpejtësi, ose kem automjete të cilat janë edhe teknikisht në rregull, apo edhe kundërvajtje tjera, siç është përdorimi i telefonit, mos vendosja rripë sigurisë. Janë këto kundërvajtje të cilat do të ka të bëjnë me shofer, por edhe me pasager. Kur flasëm tani te pjesa tjetër, do thotë qyteteve ose kalimit të rrugëve, qoftë me një shiret, me dy shirita ose edhe me mbrojtës, patjetër që ka do thotë gjoba edhe sa përket këmbësorëve. Kem gjoba do thotë shumë edhe për pasager, sidomos kjo është në pjesë më të caktuar, me qenë se kjo ndodh kur pasager dalin me trupin e tyre jashtë automjeteve, sidomos në manifestimet e të ndryshme, sidomos gjatë verës, po. Gjatë verës zakonisht. Përveç gjobave do thotë që do shkohet pasageri, ligji parashtet do thotë gjoba edhe për pjesëmarrësin do thotë këtë rast shoferi. Megjithëse më pak janë viteve të fundit të pa këto dukuri. Ka përmirësim, do thotë ka përmirësim, mirë po ne çdo herë do thotë kemi në detyrat e zyrtarëve ose si policia e Kosovës që ky aktivitet duhet të ketë parasysh, me qenë se mund të rrjedhin këto rreziqe për shembull ose këto kundërvajtje dhe me qëllim që mos kemi persona të nduar fatkeqësisht ose edhe me fatalitet, jem për të parandaluar dhe për të ndëshkuar ashtu siç e parashë dhe ligji. E qartë. Viteve të fundit, ndoshta këtë 5 vjeçarin e fundit, është një dukuri tjetër mjaft e shprehur, e cila nëse përkthehet në aksidente, kryesisht i kemi aksidentet me fatalitet, është fjala për dukurinë e vet aksidenteve. Këtu dihet mirëfilli kush është shkaktari kryesor, po çka mund na thoni kush janë kontribuesit tjerë në shkaktimin e këtyre aksidenteve të tipit vet aksidente? Kur flasëm tek më duket sipas raporteve zyrtare ishte 33%. Sipas tipit të aksidentit është një dukuri shumë shqetësuese, sidomos ne kemi paraqit edhe para institucioneve të përgjegjëse, por edhe para publikut ose opinionit dhe kemi kërkuar do të thotë një kujdes të shtuar, me qenë se ashtu siç e sekret jo vitet e fundit është një trend në rritje, jo në rënje e fatkeqësisht i aksidenteve. Edhe kryesisht njerëz të rinj, domethënë djem të rinj. Vetë aksident. Mosha tyre do të thotë sillet rreth moshës 19 deri në 30 vjeç, do thotë që nuk kupton janë shoferë të cilët fillestarë jashtëzakonisht rand, po. Afërt ta quajmë ose në periudhë shumë të afërt, dhe përvoja e tyre do thotë është një prej problemeve, do thotë kyçje në jetën ku problemet tjera mund të jetë edhe përgatitjet e tyre, do thotë deri te ardha pa të shoferit, mënyra do thotë edukimit të tij të vazhdueshëm deri tek posedimi me patent dhe përvoja në drejtim të automjeteve, qoftë kushte të ndryshme klimatike, me qenë se shpeshherë këto raste ndryshimi i kushteve, do thotë për një moment kemi disa raste të cilat janë të shpeshta, ato shpesh edhe po ndodhin me aksidente, me lëndime dhe me fatalitet. Pjesa tjetër mund të jetë kontribues edhe faktori do thotë rrugë, me qenë se rrugët të cilat e kemi, edhe pse kemi ndërtim të rrugëve të reja, do thotë reparim apo të ngjashme. Nuk kemi inspektim edhe auditim, nuk kemi. Edhe nevojë shumë për do thotë për infrastrukturë rrugore, për infrastrukturë përcjellëse rrugore, do thotë sinjalizimit vertikal, sinjalizimit do të horizontal, sinjalizimit ndriçues. Tani janë këto problemet ku ka të bëjë kyçje dhe çkyçje, do të qoftë të mjeteve apo edhe këmbësorëve, shpeshherë do të mungesë të vendkalimeve, të nënkalime apo mbikalimeve, qytetarët detyrohen do të kalojnë rrugën, të bëjnë kundërvajtje në jetën ku të rrezikohen çopi automjeteve dhe për fatkeq këto raste të cilat sidomos për plasja automjeteve mësuar janë shpeshherë me lëndime të rënda, qoftë për këmbësorin, por edhe shpeshherë edhe me fatalitet. Te këto rastet me të tipit të vet aksidenteve, a mund të themi se është bërë ndonjë hetim i thellë i aksidentit për të kuptuar drejt se cilë kanë qenë shkaktarët e këtyre aksidenteve? A kemi ndonjë rast
për të pa se thjesht kontribus ka qenë rruga, apo automjeti, apo kushtet klimatike të tjera. Po në gjitha rastet, ne përveç raportit përgjithshëm që quajmë të gjendjes së sigurisë trafikut rrugor, shkaktarët e aksidenteve dhe mënyra se si kanë ardhur deri aksidente, do të ne bëjmë analiza edhe për aksidentet fatale, pothuajse çdo herë kur kem raste. Secila njësi do thotë ka për obligim që pas çdo aksidenti të bëjë një analizë për aksidentin, ku në domenin policor do thotë bëjmë vlerësimin të gjendjes të cilët ka ardhur deri aksidenti, por edhe faktorët ose kontribues në ato aksidente. Tash në disa raste do të kem kur shoferi nuk përshtat shpejtësinë do të me kushtet e rrugës. Një prej detyrave do të primare të vetë faktorit njëri. Nëse i kthemi do të faktorëve të njohur, normal që faktori njëri me një përqindje shumë të lartë krahasim me faktorin automjet, rrugë dhe incident. Andaj dhe këtë rast do thotë barra ose përgjegjësia mbi shoferin, mbi drejtuesin e automjetit. Por ka edhe raste ku do thotë ka rezultuar tjetër edhe faktori rrugë edhe faktori automjet. Mirë, po këto raste do thotë janë këtë minore në krahasim me rastet kur është ta quajmë veprimet e shoferit. Qoftë në shpejtësi, qoftë në tejkalimet të vendit ndaluar, apo edhe shpeshherë edhe ndoshta edhe në mos respektimin e sinjalizimit të ndriçues semaforëve. E vërtet, duke qenë se viteve të fundit, për disa vite me radhë bashkarisht kemi zhvillu edhe ne si institucione, po edhe si individ, si profesionist të fushës, por dhe me institucione tjera shumë fushata në për shkolla të niveleve të ndryshme në Kosovë, mund të themi se janë me mijëra nxënës dhe me qindra shkolla, ku kemi zhvillu aktivitete të ndryshme për vëdësimin e nxënësve lidhur me përgjegjësinë e sjelljes së sigurt në rrugë kur ata kanë, sidomos gjatë shkuardhjes nga shkolla. Sa kemi arritur, duke ditur se ata nxënës para 7-8 vjetë, 10 vjetë tash janë shoferë fillestar në rrugë, a kanë patur ndikim këto fushata, apo cili ka qenë ndikimi i tyre për të patur një siguri më të madhe në rrugë, sidomos për këtë gjeneratën e të rinjve? Vlerësojmë se çdo kontribut i secilit, do thotë sidomos në sensibilizimin e pjesëmarrësve, e këtë rast kur flasëm për moshë shumë të re, do thotë që shumica prej tyre nuk kanë as patent shofer, është një kontribues i madh, do thotë që ata të mësojnë për rregullat e trafikut, për shenjat edhe për ta çojmë lëvizjet të cilat janë të duhura dhe ligjore dhe pa rrezikuar në trafikun rrugor. E kuptoj që ne si Policia e Kosovës është e pamundur dhe ju bashkë do thotë edhe në të kaluarën edhe tani që jem pjesë e ligjërimeve në shkolla, është e pamundur të jemi në të gjitha shkollat apo ta quajmë institucionet shkollore ku ka nevojë për ligjërim, ku ka nevojë për prezencë policore, për ligjërata, për pjesën teorike ose edhe praktike. Mirë, po ne mundohemi që bashkëpunim edhe me ministrinë, por edhe me komunat, drejtorinë e arsimit që të përzihen shkollat që i konsiderojnë janë më të rrezikuara, që kanë qasje në rrugë kryesore, janë vende ku nuk kanë vetkalim për mësor, pjesën e trotuarit, pjesën e sigurisë rrugore, kështu me radhë. Dhe përmes do thotë pjesës ligjërimit, pjesës praktike, shpërndarjes së materialeve sensibilizuese, fletpalosjeve dhe materiale të tjera të cilat do thotë janë reflektuese në atë kuptimin që gjatë natës kanë disa materiale të cilat ata bën të dukshëm për pjesëmarrësit e trafikut rrugor. Mirë, po ne po punojmë çdo ditë, do thotë edhe sot kur po flasëm, do thotë kem kërkesa, do thotë që ne kem ligjëruar për shkolla, kem kërkesa do thotë për ditën e vijim dhe po vlerësoj që edhe pjesën e fillim vitit, por edhe pjesë në vijim këtë viti, ne do të jem pjesë e shumë ligjërata në për institucione shkollore, po patjetër që do të jem edhe pjesëmarrës ndoshta në misione të tjera, me qëllim që ne të prezantojmë gjendjen e sigurisë, kërkojmë pjesëmarrës në trafikun rrugor, por edhe bashkëpunim me shumë aktorë tjerë që do thotë të jem pjesë e çdo aktiviteti sensibilizues dhe në njëjtën kohë ta luajmë një rol operativ, por parandalues në aspektin e moshës së re. Atëherë, shikues të nderuar, megjithëse në pjesën e parë trajtuam faktorin njeri si faktor kyç në shkaktimin e aksidenteve në trafik, pjesën e dytë të këtij podcasti do ta vazhdojmë duke trajtuar dy faktore tjerë, faktorin automjet dhe faktorin rrugë. Shihemi për pak.
mos e vjerë punën deri këtu. Atëherë dashamirë të sigurisë rrugore, po kthehemi në pjesën e dytë të këtij podcasti për të vazhduar bashkëbisedimin tonë me nën kolonelin Jeton Rexhepi. Nën kolonel ne po shohim vazhdimisht në qytet, jashtë qyteti, plot automjete, rrugët e zëna. Sa e kemi numrin e automjeteve të regjistruara në Kosovë, nëse keni informacion, sidomos deri në vitin 2024, sa rrugë po lëvizin në të rrjetin e Kosovës të automjetet të regjistruara në Kosovë? Sa përket automjeteve të regjistruara, më referuar edhe të dhënat që posedojmë nga qendra regjistrimit të automjeteve, me tabela po flasëm gjithherë me RKS, janë mbi 500.000 automjete, thot 501.452 automjete të regjistruara. Ashtu që si cekut, do të në rrugët e tona në mena një viti, qarkullojnë mbi 3 milion automjete. Qofse flasëm për automjete që janë nga shtetet e rajonit dhe automjetet të cilat vinë nga Bashkimi Evropian, ose dhe shtetet edhe më larg. Ky numër i automjeteve do të varion, flasëm për automjetet e rajonit, shtetet rajonit, dikon për vitin 2024 janë dikon mbi 2 milion automjete të cilat kanë hyrë në territorin e Republikës Kosovës. Automjete me targa dhe të cilat duhet të sigurohen me sigurim kufitar janë dikon 480.000 automjete, që kjo një shifër do të thotë përbashkët e këtyre mjeteve që qarkullojnë në territorin e Kosovës, shkon mbi 3 milion automjete në qarkullim brenda një viti në të rrugët e Kosovës, e sidomos ato bëhen tani më të ngarkuara zonat urbane, siç janë kryeqyteti dhe qytetet e tjera të vendit tonë. Kur e kemi këtë numrin më të madh të automjeteve, sigurisht gjatë muajve të verës? Këtë vit, flasëm për shembull për vitin 2024, ka qenë muaj qershor, korrekt dhe gusht. Tani në vitin 2025 ka qenë ngritë edhe muaji janar dhe shkurt, ndoshta ka u lidhur edhe me pjesën e zgjedhjeve, të cilat shumë bashkëdhetarë ndoshta kanë ardhur në Kosovë, e ky bazë statistika që ne posedojmë do të është një rritje do të krahasim me muajt zakonisht të muajve të dimrit siç shuan do të thotë ne. Gjithmonë për ta kuptuar situatën reale, për shembull për ta kuptuar sigurinë në trafik të një vendi, natyrisht që kjo matet me numra, me statistika, me numrin e aksidenteve. Ku jemi ne si Kosovë këto automjetre, ky numër kaq i madh i automjeteve në raport me shtetet tjera, ku është Kosova, kush është para neve, kush është mbrapa neve sa i përket numrit të automjeteve? Po jo, nuk e kem nuk e kem një shifër sakt them kështu me numra, mirë për bazë takimet që ne rajonale, shumë shtetet të rajonit, por edhe shtetet bëjës që ne kemi komunikim, do të kanë një numër shumë të madh të automjete në krahasim me numrin e banorëve të drejtën për ngasjet e automjeteve. Ne po flasim për 1.6 milion sipas regjistrimit të fundit vitit automjete, por në vende tjera të më zhvilluara, sidomos ekonomikisht, numri i automjeteve është shumë më i madh krahasim me numrin që kemi ne. Mirë po, ne flasim për rrethonat tona ekzistuese, qoftë të infrastrukturës rrugore, të lëvizjeve dhe nevojave të qytetarëve dhe numrit të automjeteve. Është një numër do të thotë konsiderohet një numër i madh i automjeteve të cilat janë të regjistruara në Kosovë, mirë po kem shumë ardhe të quajmë prej shtetet rajonit dhe që e përmendëm më herët edhe prej ardhes pjesës perëndimore ku edhe muajt, por edhe pjesa sidomos është shumë më e rëndësishme pjesa sezonit veror, ku kem ta quajmë një dyfishim të qarkullimit të automjeteve. Do thotë nëse flasim për 500.000 automjete, vetëm për 3 muaj do thotë shkon dikon mbi 300.000 automjete që vinë në Kosovë. Atëherë llogariti rrugët e vendit, zonat urbane dhe rrugët e qytetit apo edhe të kryeqytetit. Është e pamundur do thotë që të menaxhohen, ju e dini që policia e Kosovës tash kur flasim për këtë ngarkesë, përveç punës që kemi bërë në qytete dhe në zonat të quajmë urbane, ne jemi detyruar do thotë që të menaxhohet edhe të rregullohet trafiku edhe pjesën e kyçes së autostradave, që vërtet është e papranueshme se janë rrugë me dëshirita dhe nuk kemi pengesa, mirë po për aq sa ishte numri i madh i pjesëmarrësve ose automjeteve, ishte e pamundur thotë qarkullimi pa një ndërhyrje policore, ta quajmë me muaj të tërë.
Qartë. Ky numër natyrisht ne e dim se për me marrë tabelat, për me regjistru një automjet duhet patjetër kriter është rregullësia teknike e automjetit. Mirë po është ndoshta me interes për të kuptuar a ka ndodhur për shembull pas një aksidenti të bëhet hetimi i aksidentit dhe lëshime teknike të janë për shkak të gjendjes teknike të automjetit, domethënë faktor të mos jetë faktori njeri në këtë rast, po faktori automjet. A keni patur ndonjë rast të tillë gjatë përvojës tuaj apo të njësiteve t'juaja për hetimin e aksidenteve që shkaktar ka qenë gjendja teknike jo në rregull automjetit për shkaktimin e ndonjë aksidenti? Po to që tham ndoshta më herët, ne përveç menaxhimit të aksidentit, në rastet e rënda do thotë ne kemi një bashkim kushte edhe me prokurorinë e shtetit dhe gjitha rastet ku dyshohet do thotë që mund të jetë faktori do thotë automjet, lëshohet do thotë urnesa që ato kryen kontrollën teknike të jashtëzakonshme dhe varësisht në raporti do thotë edhe veprohet në veprime të tjera do thotë procedurale të hartimit në aksident ose menaxhimit dhe hartimit në aksidentit të trafikut. Ka raste do thotë të kaluara, po flasim deri sot, ka raste kur do thotë ka rezultuar që qoftë sistemi i frenimit apo do thotë ka dështuar diçka teknikisht dhe ka ndodhur aksidenti. Mund të jetë. Mirë po, i kthehemi edhe në herë do thotë faktorëve, do thotë nuk janë raste këto të shpeshta krahasim me faktorin njeri. Ne nuk dëshirojmë do thotë të ikëm kësaj dukurie, por do thotë edhe mjetin që drejton shoferi, ai fillimisht është në dieni për ta quajmë pjesën e tij të punës, qoftë sistemit të drejtimit, sistemit të ndriçimit, apo edhe të frenimit, do të paraprakisht janë shumë raste të rralla kur në një moment mund të ketë ta quajmë shkëputje të tillë të frenimit dhe mos të ndalohet. Mirë po kemi pas raste ju e dini rastin ndoshta të Gjelanit me kamione, disa raste të cilat mos i përsërisim, ku janë raste shumë të rralla. Mirë po ato mundodhin, por shumica do thotë shofer duhet të jenë të kujdesshëm se si një automjet do të jetë gjendja e tij teknike para daljes në rrugë dhe normal që duhet të jetë i kujdesshëm edhe gjatë lëvizjeve që në momente të caktuara të mund të ndalohet ose të ndalon para çdo ta quajmë pengese që mund të paraqiten në rrugë. Meqense po flasim për rregullsinë teknike, a janë duke aplikuar kontrollet teknike të jashtëzakonshme? Apo janë aplikuar në Kosovë më herët? Jo, në kontroll teknike të jashtëzakonshme janë planet veçanta. Ne po flasim për punën. Për shembull vitin e kaluar. Patjetër, ne punën ditore do thotë policia nëse dyshon për këtë rast edhe pa plan, do thotë ne dërgojmë automjetin në kontroll teknik të jashtëzakonshëm. Mirë po me qëllim që shoferët do thotë kujdesen për gjendjen e tyre të mjetit, për shembull për gjendjen e rregullsisë teknike, sidomos sistemi i drejtimit, sistemi i frenimit, sistemi i drejtimit. Ne kemi edhe planet operative të kontrollit apo dërgimit në kontroll të jashtëzakonshme teknike të mjeteve dhe një numër i tyre shpeshherë del edhe jo në rregull teknikisht, patjetër që mirën mosa ndaj shoferit. Po nëse flasim për automjetet që janë të personave juridik, do thotë ka mosë edhe ndaj personave juridik. Ne këtë punë do thotë jo po flas për vitin aktual, por edhe vite të tjera do të pekurit se do thotë mundsojnë policinë të Kosovës një veprim të tillë, në të ne kemi punu dhe kemi bërë edhe plane veçanta, por edhe po flasim për pjesën ditore rutinë të policisë Kosovës. Meqense trajtuam problemet faktorit njeri, faktorit automjet, edhe t'ju i vije rendi tash edhe faktorit rrugë në këtë pjesën e fundit të podcastit, si e vlerësoni ju gjendjen teknike të rrjetit rrugor në Kosovë? Sa ky rrjet rrugor i Kosovës i përmbush protokollet e sigurisë, protokollet ndërkombëtare të sigurisë, me fjalë tjera, sa i kemi rrugët të sigurta nëse automjetet i kemi të sigurta, faktori njeri është i sigurt, atë rruga çka na ofron neve? Po ne nëse referohemi tash takimeve të përbashkëta qoftë rajonale dhe do thotë edhe me gjerë, do thotë shumica shtete do të kanë bërë një analizë ose një vlerësim të nivelit të shërbimeve të rrugëve të tyre edhe ta quajmë kategorizimit të tyre në qoftë në sistemin apo në rrjetin e tyre të brendshëm në rrjetin ndërkombëtar dhe shohin se cila rrugë do të çfarë kategorie mund të jetë, çfarë shërbime mund të ofron dhe çfarë rreziqe mund të sjellë. Tash na besoj që tash edhe me ndryshimet të infrastrukturës ligjore të cilat kanë ndodhur vitin e kaluar,
Besoj që të formohen sa më shpejt mekanizma të cilat të bëjnë një inspektim të quajmë ose edhe një auditim të sigurisë rrugore dhe rrugët e tona ato të cilat janë ekzistuese të bëhet në vlerësim dhe ato ku ka nevojë duhet të ndërhyjet. Tash a janë rrugët tona të sigurta dhe a ka nevojë? Duhet më bëj vlerësimi po. Ne jem patjetër që vlerësimi mirë, po besoj që edhe duhet të bëhet. Meqense tash disa nga rrugët shtresa asfaltit shumë vende do të veç është dëmtuar ose deformuar. Një pjesë e sinjalizimit, sidomos horizontal ose edhe gjatësor, do thotë është i fshirë dhe problematika ndikon sidomos gjatë natës ose gjatë mjegëllës. Po ashtu sinjalizimi vertikal, do të ka nevojë për elemente edhe të sigurisë, do thotë të infrastrukturës përcjellëse të brezit sigurisë rrugore, të pastrimit, për shembull të autostradës, ne kemi mungesë të hapësirave për ndalje të qytetarëve ose të pushime, do thotë këto janë të paraqitura dhe të nevojë që duhet të bëhen sa më shpejt. Besoj që shumë shpejt vjen edhe sistemi të quajmë inteligjent i transportit, ku vërtet është primare që rrugët nacionale, këtë rast autostradat, të jenë në monitorimin e kamerave, do thotë të sigurisë, të cilat pajisje do të mundsonin, do thotë përveç sigurinë në përgjithësi, por edhe sigurinë rrugore, në njëjtën kohë do të mundsonin që përmes këtyre pajisjeve të monitorohet kontrollimi i shpejtësisë, të kontrollohet do të përdorimi i telefonit, vendosja rrugëve sigurisë, do thotë kjo çështja e gabariteve ose mjeteve jashtëdimensionale, mbi pesha, do thotë janë pajisje të cilat përmes sensorëve edhe mund të llogaritën këtu edhe do thotë mirën veprimin dhe atyre kundërvajtjeve. Në njëjtën kohë do të rritet siguria e përgjithshme, do të mbrohen rrugët, por në njëjtën kohë do të kemi pak aksidente, ndoshta përveç ata do të kujdesen që nuk kupton tani edhe kundërvajtja nuk do të ketë ai numri të cilën e përmendëm herët mesatarisht 2000 tiketa mbrana 24 orëve. Po, për shembull, mua më ka ndodhur kur jam kështu në për takime jashtë shpesh më pyesin çfarë rrugë shkon në Kosovë, kam fjalën për ndërkombëtarët. Për shkak se në perëndim praktikojnë që t'i kanë në hartën rrugore këtë star rating, domethënë vlerësimin e performancës rrugore. Njëjtë sikur për hotele ku shkojnë i këshyren çfarë sa yje i kanë dhe çfarë kushtesh ofrojmë. A mendon se edhe Kosova, se për çdo vit po rritet numri i turistëve, vizitorëve që vizitojnë Kosovën ose të paktën e shfrytëzojnë tranzit rrjetin rrugor të Kosovës, dhe a mendoni se ka ardhur koha që edhe ne ta kemi një hartë të tillë të rrjetit rrugor ku ofrohet ky kategorizimi apo vlerësimi i rrugëve, performanca e rrugëve, që ata ta dinë për shembull që në Kosovë ofrohen rrugë me 3 yje, që është një minimum i kërkesave të Bashkimit Evropian që mendohet deri në vitin 2030 gjitha rrugët e shteteve që janë në BE të plotësojnë spaku këtë kriterin e 3 yjeve. Dhe ju e përmendët që tash ndryshimet që janë në legjislacion, a do të plotësohet dhe regulativa ligjore që ky vlerësim i performancës në rruga i inspektimit dhe auditimit të sigurisë rrugore të jetë kusht ligjor për kompanitë cilat i ndërtojnë rrugët apo kompanitë cilat i menaxhojnë rrugët? Qofse është nevojshme një hartë që për vende turistike, për bëjmë një ndërlidhje. Unë vlerësoj që do të patjetër të jetë edhe shumë shpejt, nuk do të vënumi në këtë drejtim. Ne do të kemi edhe hartën e rrugëve dhe hartën e sigurisë së rrugëve, por ato aksidenteve në ato rrugë, që çdo qytetar, qoftë i Kosovës dhe çdo qytetar ose turistit mund të vjen qoftë tranzit, qoftë për të vizituar Kosovën për ditë të tëra, të ketë edhe hartën apo mundësinë e verifikimit të rrugëve të sigurta, rrugëve të ngarkuara ose drejtimit të rrugëve për shkak të infrastrukturës të tranzitit apo të quajmë rrugët më të shkurta në destinacionet ku ata mendojnë të shkojnë. Nën kupton që patjetër tani do të rangohen sipas kategorizimeve ndërkombëtare. Sa i përket pjesës ligjore, ne po flasim për një ligj që ka fuqi vitin e kaluar. Dhe mendoj që institucionet përkas këtë rast përgjes Ministria e Infrastrukturës me departamentet e tjera, me siguri që do të hartojnë edhe akte tjera në ligjore do të përcjellse sipas këtij ligji, do të formohen agjencionet e sigurisë të cilat janë parapara, do të punohet me qenë se është parapara në ligj
edhe do thotë inspektimi i rrugëve, por edhe auditimi i rrugëve, dhe patjetër unë mendoj që çdo rrugë e re ose çdo rrugë ekzistuese duhet të auditohet, duhet të inspektohet, patjetër që edhe planet e prokurimit ose planet e ndërtimit të rrugëve të tjera të jenë me standardet e kërkuara dhe mos të kemë do thotë ndërhyrje me anekse ose me ndërhyrje të punimeve nëse hartuat një rrugë, një plan i rrugëve, edhe mandej të filluat jo këtu duhet bëhet rrethotullimi, jo këtu duhet bëhet nënkalimi, mbikalimi. Do të thotë jenë një planifikim me të gjitha ta quajmë elementet e sigurisë rrugore, qoftë faktorit njeri do të ketë rast në cilësi të drejtimit të automjetit, po ato për faktorë tjerë që kanë të bëjnë me lëvizjen e këmbësorëve, motociklistëve, mjeteve tjera me dy rrota, dhe ato rrugë të cilat ndërtohen të kenë hapësirën e mjaftueshme për të siguruar një lëvizje të lirë, ashtu siç kërkohet, të pa rrezikuar njëri tjetrin dhe normal me pjesën e gjelbrimit që është një prej kritereve do të edhe kryesore që ketë edhe mbrojtja e ambientit. Unë do të doja të vazhdonim akoma për shkak se bashkëbisedimi ka qenë jashtëzakonisht profesional, edhe bashkarisht i bëm një analizë gjendjes sigurisë rrugore në vend. Mirë po këtu duhet ta ndërprejmë këtë bashkëbisedim tonin, këtë podcast. Unë dua t'ju falenderoj edhe në emrin tim, edhe në emër të shikuesve dhe dashamirëve të sigurisë rrugore. Shikues dhe dashamirë të sigurisë rrugore, me kaq po e përfundojmë bashkëbisedimin ton me nën kolonelin Jeton Rexhepi, duke falendëruar për kontributin e tij dhe nivelin profesional të bashkëpunimit mes nesh. Do të shihemi në podcaste tjera të radhës. Ju faleminderit që ndoqët podcastin Siguria në rrugë.